Qortimi i mësuesit. Seid Xhevad Amili, dietar i shquar dhe autori i librit Miftahul Kerameti, ishte duke ngrënë darkë kur dëgjoi që dikush i trokiti në derën e shtëpisë. Kur i thanë se ishte shërbëtori i mësuesit të tij, Mehdi Barul Ulum, vrapoi menjëherë tek dera. Shërbëtori i tha: "Mësuesi ka shtruar darkën e tij, por nuk do e prek atë pa ardhur ju." Nuk kishte kohë për të humbur. Seid Xhevadi e la për gjysmë darkën e vet dhe u nis drejt shtëpisë së mësuesit të tij. Sa po hyri Seid Xhevadi, mësuesi me inat të madh i bërtiti: "Seid Xhevad, a nuk e ke frikë Zotin? A nuk ke turp prej Zotit?" Seid Xhevadi mbeti i shtangur në vend. Çfarë kishte ndodhur e çfarë kishte bërë? Deri tani nuk kishte ndodhur që ai të sulmohej kështu. Sado që e shtrydhi trurin e vet për të gjetur se ç'kishte bërë, nuk gjeti gjë dhe tha: "A është e mundur, o mësues, të më thoni se çfarë kam bërë?" U bën 7 ditë e 7 net që njëri prej fqinjve të tu nuk ka grur e oriz për të ushqyer familjen dhe veten. Ka shkuar tek dyqani më i afërt dhe ka marrë hurma për të shtyrë vaktet. Sot ka shkuar prapë për të marrë hurma dhe shitsi i ka thënë që i është shtuar shumë borxhi. Ati i ka ardhur turp nga këto fjalë dhe është kthyer në shtëpi duar bosh. Kështu që sot vetë dhe familja e tij kanë mbetur pa darkë. Të betohem në Zot që unë nuk di gjë fare për këtë ngjarje. Po ta dija, do ta kisha ndihmuar atë. Për këtë po të bërtas dhe unë. Përse nuk je interesuar për gjendjen e fqinjit tënd? Përse ata duhet të kalojnë një javë në këtë gjendje dhe ti mos të kuptosh gjë? Po ta dije dhe nuk do të veproje, atëherë nuk do të isha as pak musliman. Tani më thoni çfarë të bëj? Shërbëtori im do të marrë tepsinë e darkës dhe së bashku do të shkoj atje tek ai. Kur të mbrini tek dera, shërbëtori im do të kthehet, ti trokit dhe lutju që sonte të hani darkë bashk. Merri dhe këto parat dhe vëri në nqilimin e shtëpisë së tij. I kërko të falur që ti je fqinji i tij dhe nuk i ke ndihmuar. Lëre tepsinë aty dhe eja tek unë më thuaj: unë do të pres këtu e nuk do ta prek darkën pa u kthyer ti, përfundoi mësuesi. Shërbëtori mori tepsinë e madhe, mbushur plot me ushqime e gjellra dhe u nis së bashku me Seid Xhevadin. Te pragu i derës, ai e ktheu mbrapsht shërbëtorin. Pasi mori leje nga i zoti i shtëpisë, Seid Xhevadi u fut brenda. I zoti i shtëpisë, pasi dëgjoi dhe pranoi ndjesën që Seidi i kërkoi atij, u ul të hante gjellët. Sa po provoi pak nga gjella, ju duke shishme dhe e kuptoi që ajo nuk ishte gatuar nga Seid Xhevadi, që ishte arab. Hoqi dorë menjëherë nga gjella dhe tha: "Kjo gjellë nuk është gatuar nga një dorë arabe, kështu që ajo nuk ka ardhur nga shtëpia juaj. Po nuk më tregove se nga ka ardhur gjella, unë nuk e prek atë." I zoti i shtëpisë e kishte menduar mirë. Gjella ishte gatuar në shtëpinë e Bahrul Ulumit. Ata ishin me origjinë persiane dhe gjellët e tyre nuk ishin si gjellët e arabëve. Sado që Seid Xhevadi këmbguli që i zoti i shtëpisë të hante, ai nuk pranoi. Atëherë, Seidi nuk i pa rrugë tjetër vetes dhe i tregoi ngjarjen. Pasi e dëgjoi ngjarjen, i zoti i shtëpisë mbeti shumë i habitur. Ai thoshte: "Unë nuk i kam treguar askujt për gjendjen time. E kam mbajtur të fshetë edhe nga fqinjet e mi më të afërt." Po mësuesi, nga e kishte mësuar,